Përshëndetje të nderuar miq, mirë se vini në trio, unë jam Artani. Përshëndetje, unë jam Vera. Përshëndetje, Zana jam. Sot është dita ndërkombëtare e lumturisë. Kështu të flasim për një temë të lumtur, se është lumturia edhe është, si thua, është një objektiv, një qëllim themelor i njeriut, lumturia, synimi për qenë të lumtur, por le të flasim pak për atë çfarë i bën njerëzit të lumtur, për këtë kod shpirtëror të lumturisë, çfarë i bën njerëzit të lumtur këtu në Kinë apo në Shqipëri apo kudo gjetë, dhe sa njerëz të pyetësh në fakt se çfarë është lumturia, aq përgjigje edhe mund të marrësh, një temë shumë e gjerë, shumë e ndërlikuar të themi, dhe e vështirë ta shtrojmë në një emision, po ne do mundohemi të themi gjëra të përgjithshme, të përqendrohemi se çfarë i bën njerëzit, thash, në dy vendet tona, apo jo, në Kinë dhe në Shqipëri, çfarë të përbashkëtash, çfarë dallimesh mund të kenë ndërmjet pra dy kulturave. Për mua, ta them një herë, çfarë është lumturia? Për mua pak a shumë siç thotë Oscar Wilde, domethënë të kënaqesh me atë që ke. Është pak a shumë ose të kënaqesh me jo me shumë, me pak gjëra, domethënë, sepse duke shumë grykësie e tepër, sigurisht do kërkosh me shumë dhe në fakt nuk do të jesh kurrë i kënaqur dhe i lumtur apo jo, domethënë. Po me këtë nuk do të them që të hiqem hipokrit që sa më pak të kesh aq më i lumtur je, po që të arrish lumturinë duke kërkuar sa më pak gjëra, e kam fjalën, nuk e di për zonjushat e nderuara, çfarë është lumturia. Jam shumë dakord, domethënë, siç ju keni thënë sapo, domethënë, çfarë është lumturia në përgjithësi, kënaqesh me ato që ke ti. Po, pavarësisht se ato janë pasuri, apo ndonjë ndjenje, apo ndonjë kërkesë me që është e vogël në vlerë, por ka rëndësi të madhe për çdo njeri, për veten. Faktikisht, si tha Vera tani, dhe është pak e abstraktë si një koncept, lumturia. Çfarë është dhe çfarë momenti kur njerëzit të ndjenë i lumtur? Keni dhënë një shpjegim shumë të bukur, dhe unë deshi, me qenë se sot do flasim për këtë koncept, të ndryshime ose pikë të përbashkëta midis dy popujve, kinez, shqiptarë, mendoj se mund fillojmë ndoshta nga origjina ose përcaktimi. Po, nga përkufizimi, po. Po, përkufizimi. Se unë kam marrë përkufizimin në fjalorin e Shqipës, domethënë çfarë quhet sipas fjalorit të Shqipës i lumturia. Domethënë të qenë i lumtur, gjendja e atij që i gëzon të gjitha të mirat. Tani të gjitha të mirat, domethënë në kuptimin të gjitha të mirat, jo të gjitha të mirat e botës, po të gjitha të mirat për ty, siç e tha, për veten. Ose ndjenja dhe gjendja e kënaqësisë së thellë, thotë, dhe gëzimit të madh që kemi kur na plotësohet një dëshirë e zjarrt, kur arrim një qëllimi të lartë etj. Pra këto janë pak a shumë, pra me atë që tha, me atë që kemi, të mirat që kemi, po edhe me ato synimet që arrim, që duam të arrim, apo jo, si tha edhe Zana, për shembull për vajzën që mund të arrijë ato në shkollë të tjera. Po, ashtu, dhe unë po ti vëm dashje në rrethanat e kulturës kineze. Po e kërkova edhe në fjalorin kinez për kufizimin e konceptit të lumturi, që do thotë është një lloj gjendje shpirtërore dhe ose një lloj gjendje e jetës, domethënë, kur njerëzit faktikisht fjala lumturi në gjuhën kineze ndahet në dy karaktere. Ka dy hieroglife, po. E para, xing do thotë është xingfu. Lumturia, xingfu në kinez që. Dhe xing do thotë fati bardhë. Fu do thotë begati i dhënë nga dërendia. Me thonë, duke kombinuar edhe pasurinë nga ana materiale, edhe nga ana shpirtërore. Si fatmirësinë ose mbarsinë. Po, ashtu. Dhe t'ja vëm dashti ndoshta kjo fjali pas krijimit se ka kaluar një evolucion i gjatë, domethënë gjatë historisë, tani njerëzit i përcaktojnë. I mendojnë më shumë se jo vetëm një person veti i lumtur, por kur e ka një familje harmonike, kur e ka gjithë ambiente jashtë di është në gjendje të mirë, domethënë ky person do të ndihet shumë i lumtur. Do të jo thjesht individualisht. Ashtu. Po, Zana, jam shumë dakord, me që lumturia ç'është një gjë konkrete? Jo, është kërkesa, më shumë është një kërkesë shpirtërore.
Por kjo, si themi, të me thënë, në kulturët të ndryshme ka kuptim të ndryshëm. Për shembull, në kulturën tradicionale të Kinës, lumturia e konsiderojmë më shumë si një traditë harmonike ose një marrëdhënie harmonike familjare. Po, megjithëse në këtë marrëdhënie jo çdo njeri është fidus, për shembull, sidomos prindërit, gjithmonë duhet sakrifikohen, më themi, do të thënë bëjnë shumë kontribute, gjithmonë kontribuojnë ata. Por gjatë këtij procesi, për ta gjithmonë janë të lumtur, sepse ata po sakrifikojnë për fëmijë, për shpresën e tyre, për të ardhmen të tyre. Në konceptin të familjeve tradicionale të Kinës, kështu është lumturia më e madhe për një familje. Si për shembull, në familjen time, që kur isha i vogël, më kujtoj gjithmonë që nëna edhe papi gjithmonë më kursen ato gjëra që pak të shtrenjtë, më themi, ato gjëra më të mira për ta, më të mira, me që nuk janë gjëra sot kur të shikojmë, nuk janë shumë të po. Në të kohë. Pavarësisht ndonjë bukë të kojes apo ndonjë ëmbëlsirë ose çdo gjë të mirë për ta, patjetër ata, do të thënë, në Shqipëri thonë ja heqin vetes nga goja për të dhënë familjen. Edhe prindërit nuk bëjnë turizëm, nuk udhëtojmë në kujtime, në kursejnë për të pasur para për familjen. Edhe për të financuar udhëtimin tim. E më tha që shko, të bësh udhëtim. Ne nuk shkojmë shkollë thotë. Po, kështu është lumturia në kulturën tradicionale kineze. Po, edhe prindërit kineze ka kushtuar shumë rëndësi brezit të tretë, si themi, nipi. Po, edhe mund them se shumë prindër janë mësuar që pasi fëmijën e tyre lind brezin të tretë, patjetër do të ndihmojnë. Po, lumturia. Kjo është lumturia e gjyshes. Po, ashtu është. Por për të huaj mendoj se ose në kulturën të huaj është pak ndryshe. Edhe ata kërkojnë më shumë ndjenje të vetë ose individual, po. Për shembull, pavarësisht se në martesë apo në marrëdhënie familjare, ata kërkojnë më shumë ndjenje të vetës, individual. Po, ato arritjet e vetës, çfarë arrin në punë apo ku diun në udhëtim që shkoj, domethënë jam më i kënaqur kur shkoj vetë sa kur shkon fëmia, ndryshe nga prindit e verës. Po, pavarësisht në Kinë apo në vendet të tjera, lumturia është shumë e rëndësishme për çdo njeri, me që ka Po, domethënë lumturia është e rëndësishme për çdo njeri, po flasim për mënyrën se si arrihet ose ndryshimet kulturore për arritjen e lumturisë. Po, domethënë ndoshta kjo gjë është diçka e shumë e lundur për një person, kurse për një person tjetër kultura është tjetër. Po, faktikisht kjo, unë sipas mendimeve të mia, është një ndryshim i dukshëm midis kulturave kineze dhe evropiane apo amerikane, që secili e kanë, domethënë, pikët që i kushton më shumë rëndësi. Kinezët i vendosin zakonisht kolektivizëm në vendin e parë sesa individualizëm. Si për shembull, si tha Vera, ndoshta ose tani që sapo the ndoshta një person mund të realizojë lumturinë e vetë, ose ndihen shumë i lumtur pasi arritën diçka në objektive në vetë, qoftë në karrierë, qoftë në ndonjë apo synimi, avantazh apo gjëra të tjera, por në Kinë nuk është ta them se një ose një person shumë i suksesshëm në biznes, në karrierë vetë. Po prindërit, në qoftë se ai mbetet i beqar, prindërit e di apo i saj do të shqetësohet shumë. E do të mendoj se e kanë fëmijë kaq të shkëlqyer, po mbetet i beqar, mbeten vetën dhe pa martesë, pa fëmijë. E thonë nuk është i lumtur fëmia se nuk ka arritur anën këtë personale. Po, pikërisht, po sigurisht në Kinë ka edhe njerëz që sakrifikojnë këto gjërat, po edhe synon edhe gjithmonë synon kërkesat objektivin e veta, por në krahasim me ata të tjera janë të pakta, domethënë. Po, tash që më kujtoi Zana, një nga gjërat që më bën përshtypje se kur vjen në një vend të huaj, sidomos larg si Kina,
ka ato që quhet shoku kulturor, të bëjnë gjëra për shtypje, po një nga gjërat që më bën për shtypje është ato në këto parqe, në disa parqe, në Pekin, në qytet mëdha, në Shangaj, domethënë gjen prindër. Shkojnë prindrit me flokëthinjur në dimër, në verë, kurdo e me kanë një fotografi të fëmijëve ose kanë atë letër me të dhëna sa vjeç, sa i gjatë, sa çfarë shkolle ka bërë, çfarë pune, çfarë të ardhur është ndonjëherë. Domethënë shkojnë aty dhe prindrit për t'i njohur fëmijët me njëri tjetrin. Janë prindrit shkuese në Shqipëri, zakoni ka qenë një i tretë, domethënë njifte dy të rinj, familjet e ku e diun çfarë, ndërsa këtu janë prindrit që shkojnë direkt prindrit që shkojnë dhe për të njohur ato fëmijët e vetë. Tani e kuptoj, në fillim përthash të duket e çuditshme, por kur jeton këtu në Kinë e kupton këtë konceptin pikërisht të këtë lumturisë, të kjo kolektive, të kë shqetësimit të prindërve për martesën e i quan ai mund të jetë milioner, por nëse nuk është i martuar, nuk ka fëmijë e tjerë, nuk ka krijuar familje, nuk e quajnë të arritur, domethënë, dhe në fund nuk e quajnë të lumtur fëmijën e tyre. Tani, sapo thoni për atë, nuk e di si quhet në parqe të Pekinit, të Kinës në përgjithësi, ka kioska ose ka qoshe të dilla, ne themi. Si tezga, ku do të thotë. Por unë duhet të shpjegoj diçka. Së pari, ata prindërit me që janë shumë të nxitur edhe shkojnë me duar plot se për CV, për çdo detajet e fëmijëve. Kjo nuk tregon se fëmijët e tyre nuk janë të talentuar, të mrekullueshëm. Pikërisht ata të rinj janë, përkundrazi, ata janë të rinj shumë të mrekullueshëm në përgjithësi. Po dhe që kanë arritur shumë në profesion. Po, edhe janë shumë të zënë. Zënë me punë, po. Dhe zënë me punë, ne themi që një linje nga shtëpia në punë, nga punë në shtëpi. Në shtëpi dhe s'ka mundësi të njihet. Po, prandaj prindërit ata nuk kanë kohë, mo themi që të menaxhojnë këto gjëra. Prindërit janë në pension. Po. Ka kohë plot, çdo ditë mendon për lumturi të vetë, sepse për ata lumturi është martesa e lumtur të fëmijëve, po, së pari. Së dyti, me që nëse me prindërit rand dakord, edhe e vlerësojnë shumë, edhe shkëmbejnë në mënyrë të kontaktes, por kjo nuk të regojnë se të rinj... Dërin me që rand dakord prindërit dhe do lidhen dhe të rinj. Do të njohin njëri tjetrin vetë. Po, edhe pastaj çdo që vetëm prindërit të kanë krijuar, do të krijojnë një lidhje, po, një mundësi, domethënë, edhe rruga e ardhshme ata do esin vetë. Po. Kjo është në fakt megjithëse, domethënë, nëse je i perëndimor të them në Kinë mund të bëj pak përshtypje, po ndërsa kjo lidhje domethënë dëshira e prindërve për t'i parë fëmijët, të shqetësuar për fëmijët e tjerë, në fakt për një shqiptar është më e kuptueshme, sepse edhe në Shqipëri prindit shqetësohen, domethënë pavarësisht se po hyjnë mënyrat moderne të jetesës, ku di unë, edhe domethënë të rinjt më të pavarur e të tjerë, po prap lidhjet familjare janë mbetën për fat ende të forta dhe në Shqipëri dhe prindit edhe aty janë domethënë më të interesuar të themi, më të shqetësuar për martesën e fëmijëve se sa mund të themi në një vend perëndimor në Shtetet e Bashkuara, ku e diun çfarë. Po, dhe faktikisht edhe kjo traditë e popullit shqiptar më ka bërë përshtypje të thellë. Kur isha në Shqipëri, një mik më pyeti, më thonë, Zana, ti ke qenë në Evropë veriore? U tha, jo. Po e di çfarë ndryshimi midis banorëve atje dhe këtu ne shqiptarëve? Unë nuk e di, i thash se ata janë indiferent, kurse ne shqiptarë jam shumë njerëzor, domethënë. Dhe unë jam dakord të plotësisht me këtë. Po, edhe kjo nuk do të më pënkoj që të shkojmë ndonjë ditë aty për të parë nga afër, po me sa që di unë, kjo është realiteti. Më njerëzor se ty ngrohtë se ata nuk janë njerëzor, po më të lidhur të themi me njëri tjetrin. Ashtu është. Edhe po
tani nga martesa, mund themi se mund të zgjerojmë nga një sferë më të gjerë, ta zëm. Kinezët faktikisht, siç ne sapo folën, I kushton më shumë rëndësi kolektivizëm se sa individualizmi, por dhe kjo e ka indikuar edhe mentalitetin e popullit kinez. Për shembull, ne mendojmë jo vetëm lunduria nuk është një gjë që vetëm ka lidhje me familje, bile edhe me shoqëri dhe me vendim, me kompin. Dhe ne kinezë themi se 修身齐家治国平天下. Kjo është një shprehje, domethënë që pothuajse të gjithë kinezët e dinë. Çdo kinez që merr arsim do të vendosin, domethënë procesin e jetës së përkryer ose që si mund quhet një njeri arritur, që është së pari të kultivimi I moralitetit. Arsimi, po. Pastaj që të menaxhojmë mirë familje. Pastaj që të ndërtojmë për vendin. Edhe kjo është domethënë Më në fund, po, siç formon një botë harmonike. Për hierarki, arritje individuale, familjare dhe atdheu. Kjo është renditja në mentalitetin e popullit kinez, dhe nga kjo mund të kuptojmë çfarë ndryshimi, edhe përse kinezët, ndoshta në sytë e shqiptarëve apo ata banor perëndimor është vështirë për ta kuptuar këtë, po kjo është realitet. Kinezët vërtet I kushtojnë këtë dhe kjo traditë ka vizhuar për mijëra vite. Po, shumë mirë Zana. Me që lumturia ka standarde të ndryshme për çdo njeri, për kultura të ndryshme, por në përgjithësi tregon plotësisht thelbi shpirtëror të çdo kombi, mund themi. Në Kinë, prapë unë do flas për Kinën, domethënë. Edhe prezi I prindërit, prezi I prindërve, ata konsiderojnë sakrifisët e vetë tamam si themi, kërkesë ose ndërtimi I të ardhmes së fëmijëve. Po. Prandaj në Kinë ka edhe një fjalë, një thënie, domethënë unë sakrifikohet familja e vogël për të ndërtuar familja e madhe. Po. Për këtë anë mund të kujdojmë më shumë shkencetarë edhe domethënë prezi I mrekullueshëm, I mëparshëm, I kaluar më veterantë shkencetar veteran ose ata që sidomos në fillim të ndërtimit të Republikës Popullore të Kinës, po në atë kohë se Kina ishte dy fjalë mund të përfigurojmë varfëria edhe e bardhë. Çështja e bardhë, domethënë tamam si një fletë posh, s'kishme asgjë, po. Prandaj, por me që në një gjendje të tillë, ata shkencetarët të mrekullueshëm u kthyen nga jashtë, domethënë, për të ndërtuar një vend, por atë dhe janë fole të tyre, vatra të tyre, për të ndërtuar një atë dhe që ka për të kërkuar një mundësi që të fuqizohet për nesër, për të ardhme. Kjo është therbi mendor ose të mentalitetit, therbi I mentalitetit të kinezëve. Shiko tani, unë mendoj se pavarësisht në Shqipëri apo në Kinë kemi dëgjuar shumë edhe kanë ndodhur shumë jo realitete ose kanë ndodhur shumë ngjarje që si themi revolucionare, mund themi. Për shembull në Kinë më kujdoi një ngjarje shumë më prek shumë, domethënë, një çift revolucionar, një çifti, por ata nuk janë çifti I vërtet, janë si për punë për punë revolucionare ata janë, si çifte domethënë, burrë dhe grua, por ata kanë dashuri të vërtet gjatë punës, u lind dashuri të vërtet, edhe para vdekjes, para dënimit të vdekjes, ata shpallin një martesë, domethënë shpallin zyrtarisht martesën e tyre. Ata thanë që ne, me që sot do sakrifikohemi, do vdesim, por ne për një objektiv të madhe edhe tani do martohemi. Edhe shpallim tashi në fund të jetës, po, në momentin e fundit të jetës. Është dashuri e madhe, mund themi. Kjo është për ta në atë moment të fundit është e lumtur. Po, vërtet, edhe në kohën tanishme në Kinë, nuk mungon shembuj të tillë.
Ndoshta tani ke parë ndonjë emision apo ndonjë program televizive për mësuesen Zhang Guimei. Ajo është drejtori e një shkolle së ciklit të lartë të mesme, Huaping. Ne vedime është një femër është e dobët, domethënë, nga shëndeti. Fizikisht, po. Po nuk është mirë me shëndet dhe e prekur nga shumë sëmundje. Por në 4 dekadat e kaluara ajo ka kushtuar gjithë jetën, domethënë, pothuajse në financimin apo në ndihmën e nxënësve. E kam fjalën vajzave që jetojnë në thellësi mallore nga familje shumë të varfër. Dhe ajo ka një ide dhe jam shumë e dakord që thonë se një vajzë, përse ajo ndihmon vetëm vajza po jo djalla. Kjo nuk do thosë se e diskriminon. Edhe faktikisht vendi ka shumë politika të tilla, por ajo në veçanti merret me këtë çështje sepse sipas mendimit të saj, një vajzë mund të ndryshojë jetën e 3 prezave të një familjeje. Kjo do të thonë sepse ajo do bëhet dhe vetë do bëhet bashkëshortja, nëna, pastaj edhe grua, nëna, pastaj mund këtë edhe gjyshe. Në qoftë se një vajzë e tillë ka marrë me arsinë të mjaftueshëm të mirë, edhe mund të ndryshojë. Edhe për brezat më tepër, mund të ndryshojë jetën e tyre. Po. Edhe ajo është vërtet një person fisnik. Në aq shumë vite ajo ka ndihmuar më shumë se 2000 vajza të tilla nga varfëria ekstreme, domethënë, në thellësi mallore, nuk e di, po në Shqipëri në veri ka mallësi. Po në Kinë ka shumë zona të tilla. Sigurisht, Kina është e madhe. Po, edhe ajo ka dhënë kontribut të vërtet. Dhe bile ka përfunduar. Dhe ajo tha se ndihma ndaj sa më shumë vajze që të dalin nga thellësi mallore është lumturia ime. Një grua e jashtëzakonshme që më kujton, sigurisht mbase na kujton gjithë një tjetër grua të jashtëzakonshme shqiptare si Nën Tereza, që pikërisht tek ndihma për të tjerët, për të varfrit, për të sëmurët e të tjerë, ndihmë pra e tillë vetmohuese, gjente edhe ajo lumturin, pra mund ta gjesh lumturin jo vetëm tek arritjet individuale që thua, por edhe tek ndihma për të tjerët, edhe kjo është një formë lumturie. Po deri tash kemi folur edhe për lumturi, për familje, për individual, edhe për një vend. Në vijim, unë doa të flas edhe pak për konceptin kombëtar të lumturisë të Kinës, më themi, sepse sapo foli Zana shumë mirë, e ka folur shumë mirë për identitetin, më themi, në kulturën tradicionale kineze, për lumturi, domethënë. Në fakt, vitet e fundit, nëse ne themi, për shembull, ne çdo njeri kemi një familje të vogël, atëherë Kina është një familje e mesme, më themi, sepse toka është një familje, po, është një, ne themi si bashkë... Bashkësia me fatet për bashkëta. Po, ashtu. Sidomos vitet e fundit, Kina kanë nxjerrë disa iniciativë, për shembull iniciativë e zhvillimit global, e sigurimit global, edhe e qytetërimit global, po. Përse kështu, se sipas presidentit Xi, ose sipas kulturës tradicionale kineze, kemi një histori të gjatë prej 5000 vjetësh, por çfarë ka puruar nga fillim edhe u trashëguar deri më sot, është koncepti i lumturisë. Konkretisht çfarë është? Paqja, miqësia edhe harmonia. Se së pari kështu, së dyti, nëse vetëm një familje edhe mbyllim terë edhe qeshim, jemi të lumtur, po dizet zjarë jashtë, po ndodhje jashtë, ka probleme nuk është lumturia, sepse sotën po qeshim, ditën tjetër me të hapur terë, prishet të gjithë. Prandaj, që nga lashtësia deri më sot, kinezët dinë gjithmonë për këtë gjë. Prandaj kërkojmë edhe nxitojmë gjithmonë ato iniciativë edhe ato 3 elemente më kryesore: miqësia, harmonia edhe paqja. Vetëm kështu toka jonë, mund themi, bota jonë do realizohet komplekt edhe përfundimisht lumturi të vërtetë, sepse lumturia gjithashtu është edhe të drejta për çdo njeri që ekziston në këtë botë.
Domethënë nuk mund të jesh i lumtur vetë kur të tjerët janë Jo. të lumtur. Ashtu. Po, vërtet, sapo Vera ka përmendi një pikë shumë të rëndësishme, ose një gjemë kulturore, kineze. Po, pikërisht edhe është një pikë e vështirë për mentalitetin perëndimor dhe për të mirë kuptuar tamam kinezët, sepse ata gjithmonë mendojnë se shiko, Kina paraqiti këtë iniciativë për diçka tjetër, gjithmonë për interesa. Ka diçka prapa mendim. Duhet të kërkojë diçka me interesa, domethënë nuk ka mundësi që njerëzit të thjesht të propozojnë harmoni. Kjo është shumë e rëndësishme, por ata mezi kuptojnë, sepse ata nuk kuptojnë kulturën kineze. Edhe kjo është rënja e trazirave të sotme në botë. Po, prandaj në këtë sot folëm për këtë ditën ndërkombëtare të lumturisë, mund themi se faktikisht është shkruar edhe në arsyen pse OKB-ja krijoi këtë ditë ndërkombëtare. Faktikisht OKB-ja bën thirrje, domethënë në ditën kur u krijua shpalljen e krijimit të kësaj dite, që është një nxisim më shumë qeveri të marrim më shumë masa për të kujdesur për mirëqenjet e popullit, duke realizuar zhvillim të përbashkët, duke realizuar gjithë përfshirës, duke, domethënë, kontribuar bashkë për paqen e zhvillim. Dhe kjo është pikërisht ideja ku nis kjo krijimi i kësaj dite ndërkombëtare. Domethënë, ashtu siç një njeri nuk mund të jetë i lumtur kur të tjerët nuk janë, ashtu edhe një vend nuk mund të jetë vërtet i lumtur kur të tjerët nuk janë. Domethënë, të gjitha vendet vetëm kur gjithë të jenë të lumtur, të jetojnë në armoni në paqe, mund të jetë lumturi universale. Po, prandaj gjatë të sesioneve që u mbyllën para 2 javësh, Ministri i Jashtëm i Kinës Wang Yi ai theksoi në konferencë të shtypit për gazetarë, ai tha se me qëndrueshmëri të Kinës nxitojmë qëndrueshmëri e botës. Po, të botës. Edhe me qëndrueshmëri të stabiliteti i Kinës të evitojmë pa stabilitetin e botës. Po, shpresojmë edhe më shumë vendet mund të dëgjojnë, domethënë, tamam çfarë kuptimi e ka këtë fjalë të kryem. Po, sepse konsiderojmë më shumë sepse Kina është e madhe, se ne më mirë që të jemi si një peshë e rëndë për këtë botë, edhe mos të marrim pjesë në trazirë, edhe për të nxitur më tej, më keq të acaroj gjendje. Për të hedhur benzinë zjarri, si thënë. Ka që trio dhe për sot e dashur miq, por ky emisioni sotëm ka një veçanti, sepse për fat të keq është i fundit, pra ky është emisioni i fundit i trios, këtu mbyllet kjo rubrik, por për fat të mirë ne mbyllëm me një temë shumë interesante, shumë të bukur, me lumturim, pra, dhe ne kemi qenë të lumtur gjatë kësaj kohe që kemi qenë pranë jush. Ju faleminderit për mbështetjen, për vëmendjen që keni treguar, dhe shpresojmë pra që ky emision të ketë qenë edhe ky pra një urë për të njohur të dy vendet tona, Kinën dhe Shqipërinë, për ato të përbashkëtat pra që kemi, si dy popull me një miqësi edhe tradicionale, dhe duke ju falendëruar për vëmendjen dhe duke ju uruar pra edhe një jetë sa më të mirë e të shëndetshme, ne do të vijojmë me emisione të tjera, shpresojmë të na qëndroni pranë nesh dhe të na mbështetni si gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.